kanë ndodhur një njeri, kanë thonë burllogji, po mu s'manin e punë. Unë mburna me qitë punë që e bëj. Se jam kon trepçe të pastru, veç e ka qel gjomin e kerët edhe çatë nërsy e ka gju kesën. Ta shone punej diçka të shtëpia atje, e marr burllogun, qit manker se ka shkojnë katon e derdhin në mal dikon. E ç'kjo është? Shkoheni për burre, i kanë burrat e postra. Për burre nuk kanë qef me bo, një letër nuk e lojnë. E si doli për burri shpis, gjuje. Qëre mu e trajan veç pak qëre. Kja thejet për shemull, zvogluhet, krejt molin e merë, krejt bohat, katastrof. Letë më thot dikosh hajde hinë diçka një punë, valoj të garantoj ku me diçka në komunë, në nërosha me qitë punë, qka du shki? Se nëroj. Qëre, straj pak në fillim, më ka rënd me punu pak javë të para, normal, edhin, po tash ju. Ja, tash mos e kam pik problemi heq. Ja, qëre, qas kini po kur bërlog njët juve, hajde këqyrë një qëtu, kur s'kena më mush men. Mesazhi kryesor është veç mos me gjujt bërlog. Që kjo për mu më jafton. Marrë edhe heq mos të më thatë e lullë. Heq, veç bërlog mos gjun, që kjo është përparësia kryesore. Mirë se mi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Sot kemi arë me vizitu rajonin malor të Shalës së Bajgurës. Kemi me po në gjendje në të cilën Shala e Bajgurës është. Këtu beshohem një qytetar i cili është e pastru rrugën, të shojmë a mundet me na full për kamerë. Edhe qa përdo? Përshëndetje i nderum. Si a e mirë? Jemi me kamerë, po besoj se s'ka problema, se të pom spontanisht këtu. Problemi s'ka. Qësh je i nderum? Që dani nuk ka dhu problemi kryesor është që ky. Problemi në veturinave. Po vallaj, që pesheni edhe vetë, mas pari, mirë si je, Laureta, qësh po kalon i nderum? Mirë. Na erdhe me vizitu sot Shalën e Bajgurës edhe të pom këtu spontanisht, do me thonë, qa i thu bo këtu? Vallaj, që shpesh edhe vetë, ky terrenin, do mund, pëthuje kretë Shalën e kum pastru. Për 6 muj. Do mund kena rrit me pastru, normal fatit grup, kjo është mërgjimtar, e falenderojna për zemërsisht. Do mund jo e tonë është mirë me falenderu, sepse është të bo një punë shumë të mirë. Këshirëne që ka bo për 2 javë ditë që kum pastru kësajde, tash nuk e di kush e ka gju, letjetaj ndërgjegjën e tina, këshirëne se që ka bo. A është mirë, nuk është. E nderum na, unë deshta me të pyt fillimisht, pastaj kemi me kalu të ky mërgjimtari që pëtu. Po. Dhe të më thonë, e bën këtë punë, kujdesesh për pastërtinë e Shalës Bajgurës. Po. Edhe, po thu që si ka 2 javë që e kom pastru dhe qëre në këtë gjendje. Që në këtë gjendje, pesheni edhe vetë, unë qërë sa mirë do këtë naltë, që e kom pastru, thuje këtë Shalën, që shtë e kom po? Po ka njerëz shumë dërgjetshëm, prej tyne faleminderit shumë, më respektojnë, më nderojnë, nuk gjujnë, normal kanë gjujt, po tash që 6 muaj që e kanë po këtë punë që po bëhet e mirë, tash ma nuk po gjujnë. Po ka edhe prej këtyne që tash unë do të me hjek ta. Unë normal e kam punë, po edhe ata pak bre do të me nalë pak veten, nuk ban kështu. E gjun njeri, qëre, e gjun njeri një qësi, për shemull, o shumë e vogël hiqet ka laj. Që ta qysh me hiqë. E qa ko këto, a ko material ndërtimor? Po, këto qka zgjonë, që ape guma atje, gjithë qka zgjonë. Edhe këto për shamull, më falë që ta ndërpreva, këto më shkan dita mu me heksa. Krej dita, do me thonë ka me të shku me hek këta bërlog që e ka gjujt një qytetar. Unë e kësha pos qef, nëse keni mundësi që ta që të e fokusut jo, e po se qka jem të heku në qëto, po ma nalt ju kësha kalzu qëfar deponi është qëto nalt, që të është që kanë bo vetë njerë që kanë, do mon, ata i kanë metë në krybe, po nuk e di që shë bojnë këtë sen. Kjo është pasuma qëtu ku jem, rashani i ka veç 500 metra që ma nalë. Me thonë pasuma është me komunën e Voshtris, këse rashani me komunën e Mitrovic. E veni ju që ta shesheni, qëfar deponi e modhe është edhe ato, po në krejtë Shalën, dikon një 10 deponi që të moja janë. Nashta komuna mundet me bo diqka, se na Okej, kemi me shumë dhe atje. Edhe pa diskutim që këta edhe ndot ambientin edhe kështu, për që sa ku merësh me këtë punë edhe qa ke punu ti para kësaj punë? Unë ma herët kom punu normal me zanatin temi, më kom më lerë. Më lerë këtë? Po këto më ofru një punë shumë e mirë, për mu është e mirë, për dikan nashta nuk i duket që është e mirë. Unë nashta dikur si kishë bo, po ne bëj me qef,
këtë punë, edhe falenderoj mas pari shefin tem, që më ka mundësu këtë punë këtu, edhe po vazhdojmë që 6 muaj jena këtë projekt, edhe se kem njetë më nalë. Mu po më pëlqen edhe bravo për gjithë punën që e bëni se përkundër do me thonë muti, tash ti është muti edhe pak ma i ligë, edhe ti çdo ditë je këtu për më kujdes për natyren. Çka po të përmbush, çka po të pëlqen mas shumë ti në këtë punë? Unë mu edhe ma herët e kom po këtë punë kështu si vullnetarisht. Vullnetarisht. Ku pa isha dikon diçka keq, edhin, jo gurë në rrugë, jo diçka, unë vetë qështë i tipi jam që i kum hieke kështu, edhe zërë ma qiti zoti që të punë vetë kështu, që shedeshta, edhin, nuk pritoj heq. A ke vështirë me lo punën si moler, si fasader në shta? Po qëre, në rasta kur s'paguhet edhe haku, kështu... Skutim, edhe je detyrun ashta me lona punë edhe me ju. Po pra po thu që edhe para se me janis kësoj pune, prap ta ka vro synin bërlogu. Gjithë, une edhe shumë këm bo kësi storje, dykun qetë për shamull, që a i veni ato që ata i sheni janë dëshmërë për shamull, ato, me këqyrë halë ato si shduf një pik letre me konë. E unë ato kum hiqë shumë bërlog. Ato do me thonë edhe aty para labidorëve të dëshmorëve, kanë gjujt bërlog njerës të papërgjeqshëm edhe. E pse po mendon që, më falë emrin se e ke? Ardian. Ardian. Pse po mendon që na shqiptarët jemi kaq të papërgjeqshëm? Për shkak se ju e tha, po, mundesh me folë. Ja, unë muna me folë kështë, po të kallëzaj drejtë. Shka të se cili që tash, në katun, që katun jam e qëto 1 kilometër e gjysi ka, shka heni për abure, i kanë aburet e postra. Për abure nuk kanë qef me bo, një letër nuk e lojnë. E si doli për abure shpis, gjuje. Këtë tash për shemull, këtë tipi këto që ka gju këta, unë e të garantoj këtë për i pusht i ardhë. Kështu? Tash këtë ka gjuje për i pusht i ardhë për shemull bërlugun, shumica e bojnë këto. Jetojnë, sikur unë tash im dolin të bërlug banoj, për i rashoni. Tash unë e përnej diçka të shpija atje, e marrë bërlugun, qitë ma nkerë se ka që ka i katun e derdhin në malë dikon. E që kjo është? Edhe që kjo garantoj që kjo punë qështë është. Apo mundeni me identifiku nështë apo t'i qysh kush për gjumë, nështë veç ju me ditë. Qëre, ka shumë edhe që na qëjnë mesazhe, foto e kësi, po njëherë nuk jena të mirë me atu normal shteti do të. Pa diskutim, po profesorja mendoj që mundeni mi identifiku dhe e dini fort mirë jo vetë individualisht e dini kush i gjumë. Po, e për një rast du me cek kështu, letë e dini edhe policia. Unë e në zona një rast të gju bërlogun, vetë me sytë mi, me vedo, me fakt. Polici ma bëjke, jo rrujë se mund është me ronë konflikt me njerëz. Po ti policë nëse ti në mu nuk më mbronë, ti se mbronë as natyren, as kurgjo. Ku mu anë kune? Fatkeqësisht, këtu janë disa probleme që na shqiptarët i kemi shumë theksume dhe sinqerisht më vjen shumë keq. Prap, ajo kom që tash po du me... Në fakt, në vend se me dënu ose me denoncu atë individin që e ke po të gjujt bërlëg. Po qëre, ajo kom veç një mene e një ati polici, aj që shka menuaj. Se tjertë polic, i falenderoj, shumë falenderoj për tyne, vinu më vizitojnë në Shol, Bajgurës, vinë pëthuje gjdo javë, më vizitojnë, a kom problem, a kom nejsen. Kështu, të mon, respekt për ta shumë, respekt edhe për ata që zgjujnë. E për qa që zgjujnë, vëllos, po di që me thonë. Mu po më pëlqen shumë edhe po më pëlqen edhe rastësia, nështë ta pe thonë kështu që... Po, jo falenderë që une këtu... Si jeni shambull shumë i mirë. Shambull... Për gjithë ata që shikojnë këtë video, nështë ta që e bënë këtë punë, ti ma shumë se përpore këtë punë e bënë për qef. Edhe nështë ta për dashnin që e ki ndaj natyres edhe me mirë mboj, do me thonë. Orë kua, mi thonë stop që soj puna ma. Nuk banë ma, që jena vedisu. Po na kështë është të vedisu mi na konë, si të hypë mi 10 vjetë ma njeri, është i vedisu, e din që është mire, që është keqe. A të ki problem me i mbledh nështë ta këtu? Unë e tash që të kalëzova, po, i kam keset e zeza, atu, do mani marë qëtu, këta s'ka nevoj me punë kese, se kjo veç thesko ka i gachëm, se atina i ka rënë atina me gjunë kontinjerë, e ma ka pru mu këtu me gjunë e ma ka laj, edhe këtu e të krejt, normal, këta e gjujnë në malë, se kjo tretet kjo, a për shemull, kesja që kjo, për sa të, kjo s'tretë në korë. E vërtit, dhe më ka këtu 200-300 vjetë me qëndru ndo është ta këtu.
prapë që atë mbesin. E kisha pas që veç edhe qëtu një 500 metra më nalt nëse keni mundësi, masi ka kitë ardhë, me po qatë deponi, edhe keni me ati met. kemi me shku, po prapë nështë sa e lëshme është kjo punë që e bën artë. Vëlloj, nga une, kur po marrë kështu lavdata për shkak për udhë, e kësi komentet mira, besoj Zot nuk lodh na hiç. A beson? Kështu adin T'japin vullnet. po pozitivitet u mjapin, a duhet që pej 100 komente, për shembull një koment mundet me shkruaj një kështu. Negativisht po thonë. Se krejt pozitivit. Edhe në rrjetet sociale promovoni punën e. Po, na çdo sen që e punojmë, nuk bojna pa dëshmi, pa normal dojnë me pa e. Po. Me çfarë Shikust. ne mundemi me ju gjetë në Facebook ose Në Facebook jemi Natyra e Shalës Bajgurës. Okej. Ato i kemi krejt postimet pej fillimit deri me tash, çka kena postu, çka kena punu, të fakt. Do me thonë këtu, po e promovoj kanë. Edhe pas keni goxha shumë shikueshmëri. Une i bëj vedat, Po, do më ti, thonë, do me thonë autori. po, e ata, normal shefi i postani, Po. Edhe po thu që po merr komente shumë të mira, dhe Shumë. bravo për shkak se është një Shumë. punë që do shumë, nështë shumë vullnet me pas për me bë këtë punë, se jo çdo kush e kish bë. Po besoj edhe ti kishe mujt me gjetë mure atu me një punë është ma nxet dikun për shkak, apo kuptojnë, Qyre, me kushte tjera. punën se po- këta ritekun edhe fatin. Fati grup është kryesorja. Po. Ritekun, të une për shembull tash, nëse merr ftoft, e kësi, une muna me shku te Riteku, kjo, Riteku, ka dyre dritare është Millëshev. Ato muna me punune, gjatë kohës që është ftoft. Okej. E kam të mundshme. E a mundesh me na tregu pak ma shumë, hajdeni, qysh funksionon? Ti the që një mërgjimtar me vetë financim, do me thonë e bën këtë gjallë. Po, Ti do me thonë paguash prej një mërgjimtari që vetë ka dosh nështë me bë këtë, me marrë këtë iniciativë. iniciativë, po, e kena do më thonë projektin për, njëherë e kemë për 2 vjeçar, me mirëbajt këtë shalën, pastaj të këshyrum. Po, a keni mbështetje edhe përkraje nga komuna, nga institucionet? Pe komune kena për shembull veç se jena të autorizum për shembull bërllogën me hudh, për shembull kontinierin që është ma i qpras ose abedin kështu. Po, diçka ma shumë jo. Jo, edhe pe policisë e kena kështu normal në bykqyrje, kështu mos me pas ndaj problem, diçka kështu. Po, Ma në është konkret. ta mbështetje financiare dhe përkraje financiare prej institucioneve nuk ke. Jo, kjo është vetë financim. Ti paguesh prej një mërgjimtari, qysh quhet ai se po besoj që në... Ajo është, edhe pse më ka thonë mos me përmend se qëre njeri mirë, kur do me bo mirë, Do me mbeta anonim. do me mbetanin. Po pja përmeni sepse është vërtet një men njeri mirë. është Bali Baliu, pe fshatit Vidishiq, Okej. komune e Shalës është aja. Para mena, qëre, ai vjen për shembull për zomë, ai vjen shumë shpesh Kosovë. Pa ai për zomë për shembull vjen vendlindje një herë në vetë. A na jem qëtu në vendlindjen tonë non-stop, edhe qëre qa bojna. E vërtet, Tash qëtona veç- një herë në vit vjen Po, Kosovë. edhe mirë mbonë. Në cilin shtet jeton ai? Në Gjermani. Gjermani, prej Gjermanisë, dhe më thonë edhe me torga Gjermanisë, po besoj edhe këtë transportirin ta ka... Po, krejt, me shpenzime derivate do mon, me tesha, qka të më, për shembull, qka të më vynë, me keset e bërlogut, pjetët punë, këtë i kam prej tina. Edhe ai e bën është këto veç ma shumë me bo diçka për Kosovën. Valloj, Për shkak se nuk ka asnjë lloj përfitimi prej kësaj. valloj, ai nuk ka përfitim këtë punë, sa i përket qëtu nëse e di ju. Po, nashta, ka nis pak më nolë, qash, po problemin kryesor pe kam peri tunelit parë, Okej. e deri te Trepça, minaturët aty ku hinë te Trepça ato, Stanterga ato. Se aty po rrinë shumë trije, shumë po ka lëvizje, e po gjujnë shumë, kështu. E kënej Shalës përpjet katonart ma pak janë stabilizu. Dishta me të pyet edhe për këtë mërgjimtarin, qysh i ka lind ideja, për shkak se ato nuk e kemi prezant, po nështë atë ka tregu ty, edhe qysh ka ron kontakt me ty për me marrë këtë iniciativë. E për ide nuk e di ai se qysh e ka edhe ne ka planifikuar se ka bo, a për une që më posu të kë,
një kojshi jemi më ka thirë, normal e ka po se që të kallëzoha ma heret, unë shumë më konë marakli me bo punë të mira, që me hiq gure, me hiq bërlage. Ta kanë synin edhe pa e bo këtë punë, do të thonë ty ta kanë rros synin kur ke po bërlage. Po, e ajo më kanë gjofë mu, normal tani ajo ka diçka mek ato të shpiz. E ka edhe më ka propozu mu, edhe besoj edhe ata janë shumë të knoqen me mu foti grup, po edhe unë jam i knoqen me ta shumë. Normal kushtet i kam për punë fantazi. Mu po m'pëlqen shumë edhe po Unë nuk kanë kuna. Do më thonë, bravo të qoftë. San kuna. Një shembull shumë i mirë edhe mu po m'vjen tepër mirë që rastisëm sot në ty. Falënderit shumë. Edhe nështë ta mendo këtë shembull kaq të mirë të gjithë ata që shikojnë këtë video, po dhe të njëjtën kohë foti grupat mërkimtarin që e the, ai do më thonë me vetë iniciativë, me vetë financim, ka vendos do më thonë me mbajt poster shalën e Bajgurës. Po, edhe është për me u duar trokit si shembull. Wallahi kem shumë, në të kallëzoha shumë kem domon këto komente pozitive, po edhe në rrugë që kem, shumë jena kështu domon jenë të kënaqur me neve. Po të shojnë është rrugës, për shkak se val kërkoj folje, po unë nuk e kam pas si faqen në rrjetet sociale. Edhe tash që po ma tregon, po besoj ju njohin edhe bashkëshatarët edhe krejt njerëzit, qytetarët e Mitrovicës. Vallahi që besa do po më thënë je bo shumë i famshëm. Thash vallahi nuk e di njeri i famshëm me bërlëg. Që ka, e përdin? Po ju tha s'ka rëndësi, po me rëndësi është që shala po lëllëzën. Seriozisht ju me pas po sa bërlëgu konë ju nuk besoni. E gjithë prej tunelit por, e derin picel të Bajgura, thuje që shto ka pos rrugës. Çdo 100 metra, 50 metra që shto konë. Po i kom hje kajtë. I ke hekë dhe bravo të shumë. Po nështë ta njerës kur po të shojnë rrugës të qatë thujnë ata të... Cila është një fjollë që nështë ata ka thot, dikush edhe të ka mbeti në kukë? Valla, fjollë të mira më thujnë, normal, po mu edhe bakshisha më dojnë kështë në rrugë, normal. Sa mirë. Po, se përsu ka eksisenës, pije gjona, gjithë që ka më dojnë. Edhe, që është kryesurja, që shola për 2 vjetë, jo për 2 vjetë, po nështë edhe ma gjatë, kena me vazhdu, keni me po ka me lullzu. Inshallah lullëzëm, po për dhe isto ka njerës pa përgjeshëm që e gjujnë bërlukën. E kam, do më onë kështë edhe një fjallë për gjithë ata, jo veç shola. Po këtë katunet që janë, do më onë që janë këtë në Kosovën, i kësha thonë njerëzve më zgjuni bërlukë bre se si avlenë. Une kisha dosh, nështë ta me të ndimu ty sa do pak këtu, a kina i dorza, diçka ndimaj sa do pak nështë ta me pastru këtu. A për monë të soves pak? Po, faleminderit. Që vesh 1 minut. Se ju në të gjindë dhe me japë një shembull shumë të gjitha ata që shikojnë. Po sa e vështirë është për ty Ardian apo? Po. Sa e vështirë është për ty? Që, urna? Nështë ti bashkë. Unë të kallëzova e vështirë nuk është për mu heq. E vështirë është qëre, për mu është e vështirë veç kur e di ata bërlugu që konë i maqëm, do më honë ata e kum hik, u konë. Po e vështirë është për mu që ta kur po ma gjujnë. Po, që sash. Që ta është për shemull që po ma gjujnë, që ta... Do me thonë ti më the që kjo hapësirë këtu ka qenë e pastrume, para 2 javëve, edhe këto dyte pas kanë gjujnë, do me thonë bërlugun. Këto, për 2 javë dhe nuk i ka garantoj, që kur në naltë është, e kanë gjuhë. Do më thonë këta, normal, këta veç pe kopi qështu, që tash, e pe qësë shkote këtu, se normal, qëre, për shamull,